Për shkallëzimin e situatës rreth Iranit, operacioni i përbashkët ushtarak SBA-Izrael, vdekja e raportuar e udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei dhe sulmet hakmarrëse të Iranit në disa pjesë të lindjes së mesme kanë vënë në lëvizje shumë shtete. Franca, Gjermania e të tjerë kanë marrë masa menjëherë teksa ka nisur mobilizimi edhe në rajon. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis thiri një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, duke përmendur afërsinë rajonale dhe praninë e një baze amerikane në Solda, Kret. Po ashtu edhe Bullgaria mblodhi Këshillin e Sigurisë dhe ka vënë në lëvizje strukturat ushtarake. Presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëroi se konflikti ishte përgatitur prej kohësh dhe nuk do të përfundonte shpejt. Ai njoftoi plane për të forcuar aftësitë e mbrojtjes ajrore të Serbisë duke ruajtur njëkohësisht paqen, por teksa gjithë rajoni është mobilizuar, i vetmi shtet që nuk e vë ujë në zjarr është Shqipëria. Por më tepër që vendi në shpallur shtet armik nga Teherani për shkak të mbylljes së ambasadës dhe kampit të Mek. Në kontrast me shtetet e rajonit që kanë arsenale ushtarake, baza dhe reparte, në Shqipëri të gjitha repartet ushtarake i ka marrë në dorë Gjergj Luca. Edhe pse në rast të krizash ato mund të përdoreshin fare mirë, tani shërbejnë për të mbajtur peshk. Edi Rama i ka dhënë 72.000 m2 tunele dhe 148.000 m2 troje ndërtesa të rezervave të shtetit në Elbasan, repart ushtarak në Gram, shparkun e minierës në Prenjas dhe ish fabrikën e sheqerit në Maliq, si edhe janë bërgati depot e rezervave në Fier dhe një repart ushtarak në Vlorë, të gjitha për €1. Më konkretisht, me VKM numër 266, datë 29/3/2017, Gjergj Luca është përfitues i pasurisë objekte dhe truall të Agjencisë së Rezervave Materiale të Shtetit Labinot Elbasan, pjesa e mbetur në përgjegjësi administrimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave të Shtetit, Drejtorisë Rajonale të Rezervave të Shtetit Elbasan, me sipërfaqe të përgjithshme 52.514 m2, nga e cila 11.659.63 m2 sipërfaqe e objekteve dhe 20.854.37 m2 sipërfaqe funksionale. Me VKM numër 526, datë 25/7/2019, Gjergj Luca është përfitues i pasurisë prona numër 338 me emërtim ish reparti ushtarak numër 501220 me vendodhje në Çekrez Gramsh me sipërfaqe të përgjithshme 28.960 m2, nga ku sipërfaqe ndërtimore 4.185.48 m2 dhe sipërfaqe funksionale 24.774.52 m2 me numër pasurie 257 ZK 2167 në administrim të Ministrisë Mbrojtjes për një periudhë 20 vjet. Me VKM numër 376, datë 21/6/2023, Gjergj Luca është përfitues i pasurisë prona numër 338 me emërtimin ish reparti ushtarak numër 501220 me vendodhje në Çekrez Gramsh në administrim të Ministrisë Mbrojtjes dhënë me qira me tarifën €1 kontrata shoqërisë Rozafa SHPK.